Linda është 36 vjeç, ajo do të jetë anonim dhe jeton në Tiranë. Linda është gruaj që ka provuar të gjitha, një martesë me blesëri që përfundoi në momentin që ai ushtroi dhunë ndaj fëmijës. Tani Linda thotë që mua thotë më duket vetja e mbushur, më mbushur se ç'duhet, por ndërkohë tha për meshkujt un jam një femër me shumë forma e kolme. Dhe kjo më ka krijuar një problem shumë të madh, sepse sa herë që afrohem ose i afrohem dikujt për date, është gjithmonë përfundon muhabeti tek seksi. Dhe një shans që mund kisha me një fshinjin tim, prap thot muhabeti tek seksi dhe jam shumë e lodhur duke u parë, duke konsideruar si objekt seksi, ndërkohë që Linda do një muhabet më shumë, do një takim më shumë, do dhe ndoshta një partner ta ketë në krah në të ardhmen. Linda? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Të bëra pak hyrjen, edhe pse janë anonim, tani njerëzit janë shumë kurioz të shohin. Jam shumë e sigurt. Edhe madje edhe çunat e studios, tha kush është Linda? Sa po ja shtua më shumë e di, po e thash ka stile, sa po ta shtova më shumë. Sepse janë mos keni edhe këtë pjesë e asaj teme që ne kemi diskutuar bashkë. Po, çfarë ndodh me ty për momentin? Je single, ke një fëmijë dhe tani sa vite ke single një? 11 vite. Dhe ke pasur lidhje të tjera të gjata? Kam pasur vetëm një lidhje, që ajo ishte goxha shumë lidhje mirë, domethënë që ishte një lidhje që konsideroj për të vazhduar më tepër. Por personin fjalë u bë super xheloz pastaj. Xheloze dhe kjo xhelozia në fillim ishte gjë e bukur, por pastaj filloi u bë shumë bytse. Edhe nuk mundesha dot të jetoja në këtë pjesë xhelozia që të tepruar. Kuptoj. Edhe sa zgjati lidhja? 4 vjet. Mbas lidhjes pastaj ke pasur përpjekje të tjera? Kam pas vetëm biseda, po lidhja asgjë më tepër, sepse çdo gjë më shkonte vetëm aty. Biseda parë ishte vetëm aty, domethënë nuk mundet të shkoj më tepër për njohje, sepse direkt çfarë femër qeke ose qeke, edhe direkt vetëm muhabet seksi, domethënë ka qenë. Edhe kjo gjë më ka lodhur jashtë shumë, se që tani edhe kur më shef dikush ose kur më afrohet dikush, direkt acarohem, nervozohem edhe them edhe ky për ashtu po më shef. Linda, jam kurioze tani, se mënyra se si thua ti që shprehen ato, kurioze çfarë njerëzish takon dhe në ça kushtesh, se po mendoj tani ti je ulur në kafe me këtë apo të kanë shkruar në Instagram se Jo, më tepër kanë qenë biseda Instagram ose edhe njofje kështu, për shembull ja siç e thatë edhe ju që edhe njofje me një fshin këtu që ai ka shumë vite që njeh mua, një familjen time dhe tha që nuk do jetë diçka momentale, tha, unë nuk kam nevojë sa për atë gjë, sa mos do të njoh ty. Edhe po thjesht duhet të presësh që unë të kem një ndjenjë diçka ndryshe nga ty. Edhe më thonë, 2 javë zgjati si bisedë edhe direkt pastaj filloi biseda e seksit. Edhe kur më hapi këtë, i thash më fali, tashun, a nuk e kupton që nuk e duk këtë pjesë, edhe ta kam shpreh tash që nuk e duk këtë pjesë. Jo po ne nuk jemi fëmijë, jo po si e vogël, jo kështu jo ashtu, edhe u bë shumë bajat prap kjo bisedë, derisa ai e çoi pastaj tha, do veshëm të mos apo jo, tha jo, tash nuk e duk këtë pjesë. Unë kërkoj të njoh ty herë, unë të njoh thjesht si shok, nuk njoh më me të tjerë pastaj ke folur në Instagram, edhe sa herë që ke folur në Instagram ato të kanë thënë sa e mirë që je. Po. Po jo të kam pa foto dhe je super femër, me zi po 5 takoj. Edhe gjatë që këto fjalë unë e ndërpreva mobilin, tash nuk jam interesuar, nuk duhet. Dëgjoj Linda, unë do qesh pak, se shqyr se kemi pasur dhe emisione me trauma, kështu që po tani çuna çfarë duhet të thonë në fillim, se tash në fillim ai do thotë sa e mirë që je. Ajo është thyrje akullit, si do ta thyej akullin ai? Kjo është nëse normale, kupto, po në bisedë sipër pastaj kur domethënë është në pak ti fotove. Edhe unë atë them, një gjë nuk kuptoj se unë nuk i kam fotot extravagante ose se nuk jam tip që vishë me të shkurtra ose e hapur e kështu, jam shumë serioze. Edhe atë them, ore kam fotot e mia në gjë që nuk shkon, aty se unë jam shumë serioze ke fotot. Po jo që ke fotot dukesh ti që je me forma të bukura i ke. Ti pse refuzon komplimentin? Pse refuzon që se ti e ke kështu e pas, domethënë, po e flet kur e ke një problem që ato shohin fotot e mia dhe pse pëlqejnë. Ç'a ke ti që refuzon komplimentin? Sepse më ka ardhur në tunës kjo gjë, edhe më duket sikur gjithë, domethënë më ka bërë edhe mua tani fiksim. Për shembull, edhe po të më shkruaj dikush tash ose thotë e shih se unë kam seriozisht me ty,
që du të njohë edhe e kam seriozisht, domethënë po të më afrohet një mashkull, gjëja parë këtë mendoj që ky po më shef mu vetëm për seks, ky po më shef pjesët intime ose po më shef format. Domethënë nuk ka bërë shumë kompleks kjo gjë tani, nuk jam unë ajo që s'po e pranoj më këtë gjë. Kjo është pjesa e objektivizimit seksual, që ka dhe një term, jo term të njohur në librat psikologjik, pra të vendosur ligjërisht, siç mund të themi, por është i vendosur në kuptimin që të japi një emër situatës dhe çfarë ndodh, është një proces i cili të redukton si qenie. Domethënë, nga të qenit një person me dinjitet, me identitet, me mendime, me ndjenja, të shikon vetëm pjesët intime ose të interesuara seksualisht që ti mund të përfitosh, pra të japin kënaqësi. Dhe kjo prek drejt për drejt, prandaj është kthyer një lloj sjellje mbrojtësie. Ka goca që, si thua, e celebrojnë, e festojnë këtë gjë, edhe përdorin, por edhe nuk e kanë problem. Dhe dua të kuptoj pse Linda e ka kaq. Linda, ti gjatë gjithë jetës tënde ke pasur, domethënë, je ngacmuar për këto forma, ke pasur diçka që se tash neve këtu në kish program që ka psikologën e afër dhe duket sikur do të gjej traumën në jetës, do të gërmoj. Kjo është pjesë që mbase më ka ndodhur edhe në zhvillimin tim kur kam qenë 8 vjeçare, që ka qenë pjesa e gjoksit, ka qenë shumë e madhe dhe që aty ka filluar traumat e mia, ku gjithë mishkujt më shifshin vetëm nga gjoksi. Edhe më dukte sikur të rrisha vëmendje vetëm për gjoksin, jo unë si njerëz, si femër, kupton? Edhe kjo gjë pastaj ndodhi edhe mbrapa, edhe domethënë gjë parë më thonë ti je palestrume, si je mame, si ka mundësi që ke këtë trup, ndërkohë që unë punoj gjithë ditën, e kupton, s'kam kohë fare që të merrem me palestra ose me veten time, thjesht një tualet shumë të thjesht bëj, jam shumë e thjeshtë si njerëz dhe kjo është ajo që tha more kafe më akoma shumë më të bukura, ose më të lehta se unë, pse vjen edhe kapen kjo unë. Domethënë më ka bërë si Dija. Nuk e di, më ka bërë shumë psikologjike kjo gjë edhe. Unë dua të gjej një program ku të bëj pak shaka këto kohë. Prandaj se Shiu po gjej një moment. Shiko Linda, kam një pyetje. Duke qenë se ti ke forma, si tani nëse ty të ka ardhur në majt hundës, dhe pjesën e gjoksit të madhe kuptoj, e kam pasur vet, e kam vuajtur. Është shumë e lodhshme sepse gjoksi është dhe poshtë fytyrës, poshtë mjekrës, dhe fakti që ti flet me një mashkull dhe ul gjithmonë syt është domethënë realisht acaruese. Është të mërshme. Gjithkohës, Edhe ai që nuk shifte të shifte në sy, ti thoje çfarë problemi ka, do jetë gay, se ai shumë u bë kjo pjesë bëhet problem, edhe realisht unë i kuptoj të gjithë vajzat që kanë gjoksin e madh, se çfarë është për to. Por duke qenë se ti je seksi, paktën siç të thon që e ke ndier këtë gjë, kam një kuriozitet, pse u martove me blesëri? Po sepse familja ime nuk është se ishte pjesë, se jemi familje shumë tradicionale, edhe nuk është se ishim kështu që duhet dalësh, njofësh, bëhesh, momenti që del duhet ishte diçka serioze, dhe unë nuk e kisha këtë mundësi, liri dalje, si thua, edhe pranova, thash, okay, thash, këtë më gjeti familja, këtë Po të pëlqeu ai në fillim? Jo, thjesht domethënë nuk e di, as vetë nuk e di edhe sot e kësaj dite si thash po, si ndodhi, ose them për atit më kanë ardhur gjitha këto gjëra për një gabim që unë bëra me atë person, ka ardhur gjithë kjo jeta ime kështu mbase. Domethënë në shumicën e rasteve vetes vijon akoma të jetë si pendes tek ty. Vazhdon, po jo 100% siç ka qenë më përpara. Tani jam unë ajo që nuk e du, se them okay, po dal me dikë, është ajo pjesa e lirisë, plus që unë tani po bëj 2 punë dhe nuk e kam, plus është edhe fëmia, ju kam dedikuar tani më shumë këtyre gjërave me idenë që okay, se po dal me dikë, ai prap gjë para atë do më kërkoj, më mirë kam gjetur atin edhe qetësinë ke puna, që punoj edhe privat edhe mbas pune punoj prapë, dhe e di që i kam kaluar shumë gjëra ose ju kam dedikuar, më ka dedikuar eci, mirë, se eci është gjë tjetër, këtë pjesë e pranoj. Po këto nuk shkojnë as në takim dytë, ose nuk kërkojnë as kafe dytë, se direkt thonë, jo, ti e kështu, duam direkt krevatin. Sa që në njerë them, a ka që rëndësishme është ajo, okay, ti jipem, okay, drejqit e martë, u bë kjo gjë, hajtë për jipem, ta provoj që është kjo rëndësishme, po prap nuk e bëj dot. Nuk jam ajo dhe ti femër që ta pranoj seksin direkt. Unë mendoj që seksi është gjëja që i përmbush komplet pastaj një njohje diçka, po jo pa filluar lidhja, pa unë se di se çfarë pëlqen X person, ti jipem atij, e kupton? Edhe këtë i kam thënë për shembull shumicave të meshkujve kur kam fol. Ora, ju duket normale se siç po më kërkoni ju, mund të më kërkoj edhe dikush tjetër. Edhe unë ta bëj këtë gjë
shkoj me pyet, shkoj me X-in, Y-in e tjetrën. Një duket normale kjo gjë? Jo, po s'është normale, po unë jam ndryshe. Si e ndryshe kur gjithë po dilni njësoj. Gjithë po të njëjta tema, biles njëri ti thash, a mos keni në i kaset që e keni bë kopi gjithë edhe po të njëjtat fjalë keni? Sa si kishim dëgjuar ndonjëherë këtë. Shiko, është një kaset në fakt që qarkullon. Është një kaset. Dhe kjo kaseta në fakt qarkullon më shumë kur meshkujt, për mendimin tim, ballafaqohen me një grua 36 vjeç. Se kaseta mund të jetë për të 20 vjeçarët, po hajde më ke dyshime që ajo është e vogël, po të 36 vjeçarët, jemi sinqert, të paktën nga gjithë historitë që dim, takimi, distanca e takimit të parë me krevatin është më e shkurtër dhe në një lloj mënyre më e pranueshme. Po kupton, kështu që dhe të një mami single është akoma më e shkurtër në shumë raste. Kështu që ndoshta këta meshkuj, se unë nuk e di se ku i nje dhe çfarë lloj formimi kanë, këta meshkuj këtë kasetën që e përdorin kanë edhe një, si thua, kanë ndërtuar këtë fabul e cila është vërtetuar me qindra herë që një grua 36 vjeçe e ndar, natyrisht pjesa e seksit nuk është diskutim, presim 2 javë, presim 3 javë, dhe sepse është okay tash, ajo nuk ka nevojë që të konfirmohet nëpërmjet seksit, sipas se kështu mendojnë të gjithë realisht, edhe kjo është një diskutim që mund ta bëjmë tani me Jonën, se është edhe unë dua të dëgjoj dhe dua të kuptoj më shumë, se ka shumë njerëz që të thonë prapë je 36 vjeç, domethënë je pjekur, nuk është se ty nëse bëre seks sot, nesër do të ndryshoj jeta, do thuash jam gati për martesë, pra ti ke kaluar ca hapa, je edhe nën vet, dhe ata mendojnë që okay, mund të ketë marrëdhënie, po ndoshta mund të jetë edhe një fling, mund të jetë edhe mund të jetë një histori seksuale, sepse je edhe në një moshë që edhe seksualisht duhet të jesh në kërkesa të larta sipas biologjisë dhe shkencës, dhe jo të mos kërkosh. Pra këtu shoh një, si thua, një mos koordinim të qenit një grua 36 vjeç me një liri seksuale, një liri ekonomike, dhe pastaj ballafaqimi me këtë dhe me atë çfarë kërkon ti, që mua më duket sikur e kërkon si 19, si 18 vjeç. Pra do direkt që të presësh, të njohësh njeriu, të dush romancë, që unë thjesht po e diskutoj, është hapur për diskutim, nuk kam asnjë lloj gjykimi për këtë. Po thjesht më bën përshtypje dhe doja të thoja që dhe këta meshkuj, duke lënë më një pjesën e formimit, se si ta thon, se edhe tash i thonë që në fillim sa e bukur je qeke, sa e mirë kështu, natyrisht nuk padyshim që nuk do doja edhe unë të lidheshe me këta, por prap ja dhe atyre një farë të drejtë duke menduar këto gjykimi që është për një grua 36 vjeç. Po, varet çfarë si është qasja e parë, domethënë do të flasim pak edhe për qasjen e intuitës që ka dikush në karshi në takim të parë me dikë, nëse jep atë ndjesinë e sinqeritetit, afrimitetit, romantike, vëmendjes apo nevojave të tjera që mund të jenë në një marrëdhënie përveç aspektit seksual. Pra, nuk e din nëse në takimet që ndodhin ekziston edhe një farë dëshire ose një farë ndjenje më shumë se sa ajo, që të bën ty të përfshihesh. Jo, patjetër, shiko, orë të gjithë edhe 50 vjeç të jetë që se s'ka ndjenjë aty, nuk ka seks, kjo është diet. Kjo është loja, po përpiqem të kuptoj se pse e ndalon këtë gjë direkt, pse e trën kur është kthyer në një farë sjellje mbrojtëse nga eksperjenca e saj. Linda të gjithë herën e parë seks duan. Okej, nuk e vjen diskutim. Nuk e vjen diskutim. Kur grua me fëmijë single, mbas sot po dëgjoja një shprehje që shumë e vështirë, se meshku thon unë dua të jap lekë dhe të kem atë produktin tim, jo të rris fëmijën e burrit, pra e kanë shumë të vështirë meshkujt. Edhe kështu që është e parë këtë diskutim, po pse nuk aty ose takon njerëz të gabuar ose duke bllokuar veten, ndoshta një takimi 2 dhe i 3 mund të zbulosh shumë gjëra për ata njerëz. Unë mendoj që çdo lloj burri, sado e duan seksin, mund të jenë duan dhe vëmendje, duan të dëgjohen, mund të kenë edhe histori për ndarë, mund të gjeni pikat përbashkëta, se nuk janë. Që mund të vinë pas, po. Që mund të vinë pas, po thua, është edhe kjo një arsye. Por ka një lloj bllokimi tek ajo, që mund të jetë ose bllokim nga fakti që i ka përgjësuar pjesën e eksperiencës më hershme, ose nuk është ajo që ka nevojë. Pra janë dy persona që kanë nevoja të ndryshme. Ajo dëshiron një lloj angazhimi më intensiv, më familjar, ndërkohë që kemi një person tjetër që ka nevojë për kohën e vet për të kuptuar nëse do jenë bashkë. Kështu që mund të mos jenë në të njëjtën frekuencë. Olina, çfarë kërkon ti tek një mashkull? Do që të jetë në familjen tënde, pra do të bëhet pjesë? Ka një njeri që ta kem ka në moment që dua të pi një kafe, të dal një shatitje diçka.
Jo, direkt, thjesht vetëm ku je, kam nevojë për këtë gjë, hajde 5 minuta mbaro punën dhe mirëpafshim. Besoj se kjo nuk është jetë, apo jo. Se kam pas edhe njerëz, domethënë kam pas njohje edhe me dikë që ka qenë shumë intelektual. Domethënë pjesë kështu edhe ai direkt të tha, jo po ti je divorcuar me fëmijë, pse të marrën fëmijën tat, ndërkohë që ai ishte 43 vjeç, e kupton? Edhe i thash, po mirë, tash atëherë kur ti e dije që unë jam divorcuar, pse erdhe atëherë kjo? Jo po më tërhoqe fizikisht, doja të nifja për të pas diçka thjesht intime, më tha. Okej, tash unë nuk e du këto, unë duhet tash që okej, dalim, sepse nuk e se unë i them që për të shkuar në krevat duhet të ndeshim nazën gishte, kupton, nuk ja them kur kët. Po paktën në Europë del, pi një kafe. Ose nëse ja që Zoti më bë për veten, nëse do vetëm atje paktën dil, a është që unë nuk e du në bisedë para të. Paktën bë diçka tjetër, bë diçka ndryshe që të më bësh për vete se unë nuk e se janë normale për çdo femër këtë, ose më si nuk janë, jo, absolutisht. Domethënë janë histori që dihen historikisht, po un kam përshtypjen këtu dhe për një gjë dhe nuk jam këtu për të mbrojtur meshku absolutisht sepse ka shumë si këta edhe janë shumë të lodhshëm dhe kjo pjesa. Dhe mua më erdhi keq tek ai momenti sepse gjejnë shumë gra veten që kur thej që ore më marr me makinë dhe thjesht bëjmë një xhiro për gjëra të thjeshta që çdo gjë shkon kur shkon shumë te seksi bëhet edhe çik kështu si shtazëri domethënë që edhe ajo mund të vi dhe këta nuk e kuptojnë ndonjëherë meshkut që edhe ajo është pjesë, edhe ato do e kesh. Pra do e kesh, por është një njerëz përpara se të jetë vetëm një organ seksual, por ka dhe diçka që është për nënat single. Linda tha, un kam 2 punë, nuk kam kohë, nuk e dua. Rris vetë fëmijën, pra kam 2 punë, rris ekonomikisht, i kam të gjitha. Tani, marrëdhënia e mashkullit me femrën, mashkulli nga natyra është provider, pra është ai që jep, që duhet jap. Tani, çfarë garancie do të marr ai për një marrëdhënie? Këtë pyetje kam dhe për ty Linda që ta mendosh edhe për Jonën. Çfarë garancie ka një mashkull që do të futet për të dhënë, por ndërkohë i ka rrugën e bllokuar sepse ai trashëgimtar mund t'japi, po them mendimi i parë, se mendimi i dytë pastaj mund të bëjë 3 fëmijë bashkë. Mendimi i parë trashëgimtarin nuk e kam unë, e ka një burri tjetër. Le ka, pun ka. Pra, dhe Linda vetë i ka vënë kushtet e veta. Kështu që pyetja është, nëse ti ke kushtet e tua që un kam të, dhe tjetri thotë atëra un dua vetëm këtë nga ty, se të tjerat i paske, un s'kam çfarë të ofroj tjetër. Do është pak e paqartë si kërkesë. Edhe Lindës vetë, pra shikoj pak edhe konfuzion mes asaj që kërkon. Se nga njëra anë thotë unë mund t'i mbuloj vetë, kërkoj një dikë që ta kem aty, prezent në momentet saktuara, për kafe, për një shoqëri, kur kam nevojë, dhe nëse kjo i thuhet në takim të parë dikujt, atëherë dhe ai e mendon që okay, unë do jem për një kohë të pjesshme me këtë person, jo investim total. Më thënë këto gjë duhet ta kemi më të qartë se ku jemi, në çfarë presim nga dikush. Unë mendoj se një marrëdhënie duhet të jemi më të lirshëm, pa shumë vendosje kriteresh, që se si duhet të jetë, çfarë pres. Domethënë është një pak zbulim gjatë rrugës. Për të arritur kuptojmë, a është vërtet dhe kjo ajo që duam ne, jo vetëm çfarë presim nga dikush tjetër. Nëse vendosim disa kategori, atëherë mund ta kemi shumë më të vështirë, sepse personi tjetër ka tjetër qasje, ti ke tjetër qasje dhe nuk bashkohen, edhe zhgënjesh vazhdimisht. Pra, mund ta sjellësh çdo një situatë ndoshta në tavolinë kur ulesh si është qasja jote, si është mënyra se si komunikon. Bisedat e para është, domethënë gjithmonë ka qenë kjo, sa kohë që i nda, po pse u ndave, kush ishte arsyeja pse u ndave, dhe normalisht unë i bi shkurt, se nuk kam pse ti tregoj dikujt që sa ka njoft gjithë jetën time ose rrjetat e mia, kupton? Edhe pastaj fillojnë, jo, po sa kohë ke single, po jo si ka mundësi të gjithë kjo femër single, gjatë që kur fillon kjo pyetje, duket që është mua, domethënë personalisht duket interesi që ai po e çon atje, si ka mundësi që ti rri pa bëj gjë, si ka mundësi që gjithë kjo femër të jetë single. Edhe i them, po s'është ajo primare për mua, nuk ka rëndësi. Ajo thjesht vjen në plotësimin e disa gjërave ka mashkulli. Domethënë, kur ti tregon një interes, çfarë po bën sot, një mesazh, një mëngjes, kur ti nuk i bën këto, kur ti nuk tregon asnjë lloj interesi, se nuk është ajo që unë kam plotësuar vetes time çdo gjë. Ose vjen një mashkull dhe thotë unë nuk e maj fëmijën tat, nuk do rrisun fëmijën tat. Unë nuk po të marr. Po ta ka thënë këtë gjë apo e ke perceptuar? Jo, ma kanë thënë që unë nuk do rris fëmijën tat.
atëherë unë nuk po të përpres. E para punës, nëse ti e marr këtë hap që të më njohësh mua, e di se unë gjëja e parë që të them se jam e divorcuar, kam fëmijë. Kur ti e di që unë kam fëmijë dhe nuk e do këtë gjë, atëherë pse erdhe? Pse vazhdon të nifesh me mua? Sa dating, domethënë këto takimet ke pasur? Për kuptuar Tani pak kam edhe gati një vit, 2 vjet që nuk jap më asnjë njeriu. Nuk ka si tjetër që më shumë afrohen njerëz të vegjël, se ju duket sikur jam e vogël edhe më shumë afrohen të vegjël, ndërkohë që kur i them moshën s'ka mundësi thotë që ti je aq. Po nisë këto janë gjëra që mos më intereson. Po edhe mishkët që kanë qenë me moshë të lartë, që tush jam më të pjekur pak, ose i ka rraf jeta, i ka bërë jeta, është po e njëjta histori, si me të vegjël, si me moshë të lartë, po e njëjta histori, nuk ndryshon, është ajo kaseta që thash. Nuk janë të zot këto mishkujt ta bëjnë dallimin, ti e dallon ke foto, e shef foton. Po nuk e dallon dot se çfarë femër është ajo, ndërkohë që unë jam e veshur, nuk kam asnjë foto të zhveshme, nuk kam asnjë me gjoks për jashtë ose me minifon. Edhe live po ashtu jam, se nuk jam tip që vishem me të shkurtra ose të jem egzageruar. Nuk e dallon dot atë njeriu, atë femën që e prit se kjo duket pak më serioze se kjo tjetra që del me intime, për shembull, ose me rroba banje braziliane, tanga non stop në foto. Ose që është non stop në për pube, në për klabe, në për gjëra, se bëhet normalisht atë kjo ndryshimi i femës. Ndërkohë që Linda, po flisje që tek meshkujt pret që ato të angazhohen emocionalisht me ty, të kuptojnë, të të pyesin, të interesohen. Është një rrugë që gjithë femrat pak a shumë kanë të rëndësishme për krijuar lidhjen sentimentale, po nuk do të përjashtojmë që meshkujt e kanë të rëndësishme po ashtu, po nuk e di sa ti e bën këtë gjë. Nëse ke thonë që je shumë romantike dhe je shumë e dhënë mas njerëzve. Edhe kjo është ajo që unë nëse ti më su diçka, ose më bën një të mirë, unë të bëj 2 fish, 3 fish më të mirën, që si ti të ndihesh akoma sa më mirë me mua. Mbase kjo është edhe ajo gabimi tjetër që unë i them vetes time, që nuk duhet të jesh kaq e mirë, nuk duhet të jesh kaq e sjellshme, sepse shoh shumë shoqëri time thema që i bën meshkujt me fol me vete, i bën meshkujt që ti vinë kudo që ato të jenë, ti vinë aty edhe ti çajnë, ti luten, ndërkohë që unë nuk e bëj atë gjë. Ndërkohë që ai edhe po të më thotë mu, jam këtu, a ke mundësi të vish ti se unë nuk mund të vi, po patjetër vi sa më. Linda, ndoshta ka lidhje kjo gjëja me diçka që the pak më parë, sepse mua pak më bëri përshtypje. Jo, ke shumë gjëra, shumë të mira, po heqi fare pamjen fizike, nuk na intereson fare kushdo që ti jesh, por ama je një grua që mban familjen, që punon, që kujdeset për veten, që ke shoqërinë tënde, që bën jetën, e ke ndërtuar vetë jetën, që ja ke mbijetuar një martesë që nuk përfundoi mirë, pra përfundoi me dhunë. Dhe dhunë ndaj fëmijës, që ishte shumë, kështu që por ti ja ke dalë dhe ke kaq shumë vlera dhe kaq shumë cilësi të mira që ke. Dhe shto dhe faktin që je dhe në aparencë shumë e mirë, që aparenca do s'do është një gjë shumë thelbësore edhe tek në marrëdhëniet që krijojmë edhe në hapën e parë. Nuk ke çfarë ti bësh tani, është neve me fytyrë, është pasaporta jonë e parë me njerëzit, kështu që nuk ke çfarë ti bësh edhe nuk ke pse ta shtysh, dhe qofse e ke bekoje, gëzoje, shumë bukur. Por ajo që më bëri përshtypje te ty është kur the mënyra se si meshkujt shprehen tek ty, dhe pastaj kur the që unë bëhem si thua tapet për njerëzit. Këtë e kam për gjithë njerëzit, nuk është se kam vetëm për meshkujt. Është tipi im, domethënë që për mënyra se si u shpreh që thon po të thon meshkuj ty, nuk e di nëse kishe për të njerëzit apo për vete, që the meshkuj thon ku je, se unë dua tash bëjmë atë, dhe këtu tash më bëri përshtypje se pse ndërton marrëdhënie që ai të shprehet kështu. Nuk e di, kjo është ajo që fakti që ai do të bëj seks me ty dihet, të tërë ne femra takojmë një mashkull dhe ai ditën e parë do të bëj seks me ty. Është historike çdo gjë. Mashkulli kur të takon vendos do të bëj seks me ty apo jo. Edhe format madhi që thua ti që i ke janë biologjikisht njëjtë, pse meshkujt duan një legen apo një vithe, apo pse duan flokët. Është shkencë kjo, është shkencë. Nuk ke çfarë ti bësh kësaj. Por shumë femra nuk janë në tavolinë apo kanë që ditën e parë dytë nuk kanë pasur, domethënë nuk kanë toleruar meshkujt të flasin në këtë mënyrë. Prandaj më bëri përshtypje pse të flasin ty në këtë mënyrë, që hajde, domethënë pse janë kaq të hapur me ty. Kjo është që unë më interesoj kjo temë dhe po flas edhe po e diskutoj, që dua të kuptoj, a jam një gabim
apo janë ato, domethënë diku gaboj unë. Kjo është ajo e gjitha që unë pse po flas këtë telefonat që Po jo kam përshtypjen që ti i lejon dhe këta të shprehen kështu. Ka diçka që ti duhet po në punosh me momentin veten. që unë i them, në momentin që unë i them, që po thu, se po ma thu këtë gjë, si ka mund, kush që ti të më flasësh më direkt për këtë gjë, a nuk se qa jeti katunare, apo ti qike katunare, që ka ke që po thu ti, se qa jeti shmi, a më se lenam, jemi në 2025 në këtë gjëra normale, do më thënë direkt e kësim plakën në ofendim. Është me njerëz të gabuar, kam përshtypjen. Jemi njerëzit e gabuar dhe kam përshtypjen dhe ajo gjëja që the për veten tënde që je më mirë se ç'duhet, edhe bëhesh, domethënë, për njerëzit bëhesh tapet dhe ndoshta ka të bëjë dhe kjo, mund të jetë dhe fakti që vendimin më të rëndësishëm tjetër sënde romantike deri në këtë pikë, domethënë martesën e bëre me blesëri dhe thjesht dëgjove prindrit dhe nuk e pasur mundësi që të rritesh ku nuk e di. Krijon një tjetër vetbesim, kështu dhe eksperiencave që mund të jenë jo gjithmonë suksesshme. Ne mund të dështojmë edhe nëse lidhemi vetë, pra e gjejmë vetë partnerin, mund të dështoj, por ama është një vendim që të rrit sidoqoftë, pra përfiton prej saj, sepse është i yti dhe merr një përgjegjësi dhe nga përgjegjësia ti zhvillon edhe ndonjëherë besim më të lartë. Por mund të jesh edhe me njerëzit e gabuar që flasin, por edhe qasja që ne kemi. Prandaj të pyeta se si është qasja jote kur ti ulesh me ta për herë të parë, si komunikon. Sepse ndoshta nga fjalia e parë mund të japësh përshtypjen që i lejon atyre të ndërtojnë një perceptim, por jo për të fajsuar, por thjesht për të kuptuar se ti ke ardhur këtu për të kuptuar veten dhe ne duam të shtrojmë disa skena që të kuptojmë se ku kemi ndoshta një qasje që mund ta lejoj këtë lloj komunikimi. Dhe si është, mund ta përshkruash pak mënyrën që kur fillon biseda. Ka shtisë edhe që jemi taku rastisht rrugë, në base ka menduar ashtu, po që ai mund të ketë arkastire për të më taku, dhe pimi kafe, okay, hajde ulim pimi kafe, përshëndetje, si je, qike më simpatike se në foto, se është edhe kjo tjetra orë, po ti qike shumë simpatike se në foto. Po si e merr ti këtë? Ja një moment, dalojmë pak këtu. Si e merr këtë kompliment? Je në sjellje mbrojtëse, domethënë vihesh direkt në kundërshtim pse ma thua? Thjesht kam, okay, faleminderit. Vetëm kaq. Okay, ka një interes emocional nga ana jote tek ai. Tani në qoftë kë, nuk është se do ulem në këtë që më ka shkruar, po thjesht më ka pëlqyer ose biseda parë që më ka thënë për momentin në një bisedë në Instagram për shembull, i ka lënë vend për të shkuar atje, e ka fut bisedën për këtë seksi, ja ka ndalu, ka filluar një bisedë tjetër që më ka leju që të dal deri te kafe. Pastaj ke kafe kur më ka pa, ka thënë, po ti qike më mirë se live, po ti qike super, po ti qike kështu. Kur jemi nda direkt, pastaj ka bërë muhabet seksi. Linda, pra ti e kategorike për këto lloj marrëdhëniesh, pra për të thënë stop, nuk dua më të kem kontakt nëse ti në çastin e parë kupton që dikush ka interes seksual direkt ndaj teje. Po. Për shembull, fakti tjetër është që kam 2 muaj që kam ndryshuar punë ku jam aktualisht. Edhe shkojmë ke një kafe, edhe jam edhe me kolegët e punës jam kafe. Domethënë jemi 3 goca, 2 çuna, ose 3 goca, 3 çuna, varet se si mund të jemi. Dhe pikërisht pronari i lokalit pikërisht mua më qesh, boca shenja, boca gjëra, ndërkohë që unë jam edhe me ato dhe nuk ka shans unë të reagoj. Bëj një shenjë, një gjë, duke qenë se jam e shoqëruar, plus që unë po e shoh që po më shef dikush skuqe, vejmë sikletë të them pse po më shef, pse po më bën. Pra ti bezdis pamja. Edhe kjo ka filluar të më bezdisi tani, se më duket sikur i tërhiq unë, duket sikur çdo gjë e tërhiq unë, vejmë sikletë edhe për kolegët që kam aty të punës, se tani ato po shohin që po më shohin, basi mund t'hidhen ne pse e shef, se se shef, du të bëjmë un debat, që nuk mendojnë atë momente, kupto? Edhe kjo gjë ka filluar të më bëhet, domethënë edhe aty që unë sa kam shku, 1 muaj kam shku, si është mëngjesi. Okej, mbasi unë jam shumë e qeshur, se këtë edhe më thonë që je shumë e qeshur edhe i bën njerëzit për vete me buzëqeshje. Po tash i buzëqeshja, pamja, ç'a duhet bëj? Unë nuk mundem unë të ri serioze, nuk mundem dikush kur... Linda, nuk mundesh absolutisht ndalosh identitetin tënd, sjelljen, bukurinë. Është diçka që tjerët përfitojnë, por e shikojmë që ti ke vuajtje, e mirë kuptojmë. Për shembull, edhe atë mëngjes që unë jap dikujt, ai më sjell kafe, ose edhe ajo më sjell kafe, se unë buzëqeshje që është
femër ja jap edhe mashkullit edhe femës ja jap njësoj. Nuk është se më ndryshon për mashkullin ose ndryshon për femën. Pse nuk e merr femra që femra për shembull thotë sa po shishet bukur paske. Kurse këto fiksohen ndryshe, domethënë ai sa shkruan tash, ai e di orarin edhe do vi aty, do gjej një moment që do mulet vetëm përballë. Ndërkohë që para 2 ditësh marrë vesh që ai ishte i martuar. Edhe si mund ta bësh ndërkohë që mia ai njeh përpara se Po sa. këtu po kalon pak tek kontrolli i sjelljes të tjerëve, gjë që ne nuk kemi kontroll. Ti dëshiron të kontrollosh se si ata reagojnë ndaj teje, por unë mendoj që ti mund të vendosësh se si t'ia japësh vëmendjen dikujt që të stimulon t'ia japësh, që në pamjen e parë të bën të ndoshta të fillosh një bisedë, ta kuptosh dhe vendos ti pastaj të ndalosh. Përse nuk shkojmë pak në këtë drejtim? Aty ku ti ke kontroll. Okej, atëherë. Shumë pse tek ty, kupton, ka shumë pse të tjerët më shikojnë, pse të tjerët më flasin në këtë mënyrë. Është okej, nëse ata ka një reagim caktuar, deri në momentin që ty nuk ndërhyn që të dëmtoj, siç parashikohet me ligj, se shikimet nuk janë të ndaluara, komentet nuk janë të ndaluara, pra shkosa nuk janë ndikuese. Por mënyra se si ti qasesh këtyre kontakteve, mendoj se këtu duhet të shkosh. Mos shkosh te pse ata më shikojnë kështu, pse më komentojnë kështu, por ti të zgjedhësh se si të reagosh ndaj një personi që ka interes të veçantë siç ti e kërkon. Dhe të mos e përgjithsojmë atë që ka ndodhur, pra vëmendja që seksualizohet në një farë mënyre, të mos vendosë sikur të gjithë janë në këtë stad, në këtë mënyrë ndaj teje. Mund të humbi mundësi. Një tani një tip indiferentizmi shumë të madh kundrejt këtyre. Domethënë nuk ka bën byçe kjo punë. Duke lënë më janë në botën mashkullore aktuale, ti je qetë në jetën tënde, je në paqe, je lumtur? Kur jam vetëm ose për jetën që bëj po thjesht ndonjëherë siç e kanë edhe shqiptarët, po ti pse rri vetëm, se s'gjen një njerëz. Sa të që thash. Hiqe, shiko, atëherë edhe një herë. Se të parën ta bëri familja, burrin e parë. Domethënë që u ndërhyri bota tek ty. Tani heqim pak botën. Ti, kohën tënde vetëm, si e kalon? Je kënaqur në kohën tënde vetëm? Ka rast motra, dar nuk është hyrat, nuk është se jam vetëm që tu shashu, po thjesht ndonjëherë ndjej atë mungesën sikur të kisha një mashkull në krah, pse nuk e kam unë një mashkull në krah. Po kur e thua ndjej, pse fute direkt botën që të duhet një mashkull? Ti a do një mashkull në krah? Pra, duke që qosh në mëngjes, shkon në punë, shkon te puna tjetër, del me shoqet, kënaqesh, je e lirshme, del me kushërirat, shefi film për shefin tënd, vë maskat e tua për shefin tënd, fle gjumë, edhe nuk e njëri që gërhet për shembull gjithë të gjën, ose një njëri që të streson se ç'ke pasur, apo një vjerë që të ndërhyn, të gjithë të gjën e shijon? Shumë e lumtur ta them me plot bindje, nuk e them, e kuptoj sepse është normale që të kesh edhe një mashkull ka që të ndash diçka ndryshe. Po këtë e ke ndjer vetë, se nga që the direkt bota dhe dyshoj a i ke ndjer vetë apo është bota. Nuk jam kundër, se të tërë duam njerëz afër, se jetoj me njerëz, por duhet kuptoja vetmin tënde, që sa i plotësuar ishe ti në vetmin tënde, me apo pa mashkull, edhe me i partner në krah, por edhe në rast se larg qoftë ai vdiste nesër, ti sa i plotësuar ishe në vetmin tënde, apo ai të tradhonte, edhe ai partneri që do, që mund të jetë ideali. Pra ti ke menduar se sa i plotësuar je ti me apo pa partner, se partnerin mund ta kesh dhe ta gjesh, dhe të uroj ta gjesh, dhe ta gjesh, dhe të gjesh shumë të mirë, por pas nesër ai partner mund ta kesh deri në vdekje bashk, ai mund të vdes para teje, ai mund të tradhoj ose nuk e do ti më e lë. Pra këto janë tangent, janë njerëz të përkohshëm në jetën tonë. Unë të pyes për jetën tënde. Domethënë momenti që unë se normalisht përmarrësh për mua ai. Mbaroj punën, direkt vjen ai edhe mbasi kam plotësuar ato nevojat atit, nevojat e mia që dalim bëjmë bashkë. Aty pastaj është pjesa e shoqërisë, familjes, motrave, domethënë këto që ashtu. Po që jam e plotësuar, nuk është se vi nga puna, futem në shtëpi edhe çaj, pse nuk kam një mashkull, nuk e bëj. Si është ka një periudhë që më kap kjo gjë, se them, pse mos ta kem edhe unë një mashkull ka. Jo di kap,
Jo, shiko, absolutisht, patjetër, po për të evituar dhe tash pjesën që ata të thonë që sa e bukur je apo të shohin apo burra të martuar përballë të, siç tha edhe Jona, nuk ke çfarë ti bësh sepse janë zgjedhjet e tyre. Mund t'i thuash dikujt që vazhdo të ngacmon që ta ndërpresësh, shqyr interneti ka një blok, quhet, edhe të bllokon direkt, dhe nëse ta afrohet ka një denoncim. Po në raste të tjera domethënë ti e kontrollon ti kontrollon hapësirën tënde. Por ajo çfarë unë do të thoja që dhe ajo çfarë kam parë, sidomos tek disa mikesha të mia që realisht janë në marrëdhënie shumë të mira dhe mbas ndarjeve ose mikesha që unë i kam me fëmijë dhe kam pasur sukses të marrëdhënie dhe kanë jetuar jetën edhe me fëmijë dhe nuk ka pas asnjë problem, s'ka qenë kurrë diskutimi as i seksit as që ti ke kalama. Raste më të suksesshme që u kanë vënë gjithmonë janë njerëz që kanë shijojnë jetën e tyre. Dhe në shijim me sipër nuk e kërkojnë mashkullin si nevojë plotësimi, dhe që mund të kalojnë ndonjëherë edhe në dëshpërim, sidomos kur të futet bota, fjalët e botës, të nënës, të babait, fakti që ti ndihesh e paplotësuar sepse duhet të përmbushësh një mision që e kërkon shoqëria, që ti duhet të kesh patjetër një partner që nuk është e thënë, por duhet ta kesh. Kështu që për të hequr atë pjesën e dëshpërimit, plotësimi për mua është të plotësohesh në jetën tënde me gjërat që do, puna është shumë e rëndësishme të jetë një punë që e do, sepse harxhon 8 orë, 9 orë çdo ditë dhe janë goxha orë dite me vete, me palestër, me gjëra, me lexime, me kinema, me fëmijë, me këto. Dhe ai do të vi. Se siç thot mami im nuk ka ngel njeri. Të tërë kupton, nuk po e vazhdoj më këtë fjalin, se e kuptoni vetë çfarë thuhet në shtëpi, po nuk ka ngelur njeri pa, më thoshte ndonjëherë në rrugë, shifëm me mami, të tërë kanë. Kështu që të tërë kanë dhe e gjejnë, por ndoshta nuk duhet të shohësh gjërat me dëshpërim, as pse të gjuajnë, as çka ka, as pse nuk ke. Sikur ta heqësh të pjesën dhe thjesht të ecësh me jetën day by day, ditë pas dite, pastaj gjërat dalin vetë. Edhe dalin, mund dalesh një ditë, nuk e di, mund të jesh te një byrektore dhe të del mashkulli i jetës te radha mbrapa, nuk e di, ka radhën byrektore dhe del ndonjëri, po e bëra shumë. Nuk e di nëse ka dalë në një byrektore, po më duk shumë romantike viteve 1940. Kjo pra është mundësia që mund të jetë kudo dhe. Po pra mund të jetë kudo. Besoj që nëse ti rrihe qetë edhe me pjesën e kësaj të fizikut, nëse e shijon, e kthen pak ana tjetër se vëmendja sidoqoftë është jo, okay, në disa raste nuk e duan, për shembull ata që kanë ankthim social. Nuk e duan shumë vëmendjen, po në këtë situatë neve duhet ta shijojmë nëse bëhet fjalë paktën për situata ku dalim, siç po thoje në vende restorante apo në klabe ku është e pranishme, njerëz aty shkojnë edhe për tu parë, edhe për të parë. Kështu që është e pritshme, do thoja. Prandaj është kjo sensi i mbrojtjes së lartë që ti ke ndaj ambientit, që ata nuk duhet të bëjnë kështu, vetëm sepse ty të shqetëson. Shiko, kjo është shumë mirë, Linda, që të vë kushtet e veta dhe shumë rëndësishme të vësh kërkesat e tua dhe të thuash që në çdo lloj marrëdhënie un jam protagonistja. Në këtë film që do krijohet un jam protagoniste dhe u marr vendimet e mia dhe s'mund të përshtatem në kërkesat e tjetrit sepse ka ngrënë edhe një herë. Kështu që do përshtatem në kërkesa të cilat i bëjmë mirë të dyve, po jo se do ai tjetri një gjë dhe kjo nuk do. Kjo është shumë mirë, por limitet që vendos duhet t'i kuptoj për çfarë i vendos. Ndonjëherë mund të vë limite shumë nuk kanë sens. Por tash un këtë po t'jap si mendim, un jam e re në këtë fushë, në fushën e beqarisë, po për momentin. Ajo të merrem me vetën së direktiva i dham për Lindën që duhet patjetër fokusohet tek puna me veten. Ka shumë gjëra të cilat duhet të rregulloj me veten, sepse është futur shumë bota brenda teje dhe ti shikon ambientin mesut e botës kudo. Kështu që duhet t'i heqësh, ke një moment, mendoj, është momenti yt më i mirë për ta parë një herë veten tënde pa prezencën e të tjerëve, sepse ke liri të plot. Dhe ti mund ta rindërtosh të gjithë këtë që dëshiron dhe mendoj se kjo që ke kuptuar dhe në këto takime 2 vjeçare është pikërisht fakti që ti nuk të intereson një marrëdhënie që ka investim emocional më shumë. Kështu që është dhe kjo një mësim nga këto 2 vite. Çfarë ti dëshiron më shumë, çfarë vlerëson më shumë tek një partner i ardhshëm. Gjë e cila mund të jetë më e lehtë një takim tjetër. Edhe duaj trupi jashtë dhe bravo të qofsh që ke një super trup edhe kujdesesh. Duaj e festoj atë trup. Se për te çfarë tërheqje ka meshkujt apo kushdo të jetë në rrugë. Shijoje veten. Shijo veten, më shijo deri në fund. Edhe jeto.
Perceptimi Jeta. bën magjin, ndryshimi i këndvështrimit, Po, se si shikon situatat. Shumë faleminderit, Linda. Faleminderit. Aq edhe për mua. Të uroj gjithë mirat. Faleminderit. Edhe Dhe prapë të vazhdojmë misteri si duket Linda. Sa më shumë të flitet një njeri që ple për Elona e ka dhe parë. Elona e ka parë. Neve dikur te Kanabeli kur bënim letra anonime dhe sa herë që dikush anonim është shumë e çuditshme se si funksionon njeriu. Sa herë që thoshte unë jam shumë e bukur, merrte gjithmonë komente negative poshtë. Ajo po thoshte me siguri që jam e bukur, më thonë që jam e bukur. Nuk e thoshte jam e bukur, por njerëzit thonë që jam shumë e bukur dhe ky është i problemi se ka shumë si historia e Lindës, njerëzit poshtë thonë ja acaroheshin. Agravoheshin shumë me faktin që ajo vetë e pranon. Pra edhe më e bukur e botës. Për shembull edhe Valbona Selivllari në një moment që thonë ti je e bukur, dhe thotë në fakt unë jam e bukur, atëherë fillon ndryshon direkt perceptimi. Duhet ta thonë të tjerët, jo. Ta thonë të tjerët, po, jo vetë. Po, në rastin e Lindës kur ja thon të tjerë nuk e do.